I moshuar, të lutem, mos vuaj më në heshtje në aeroport. Mos u fut më në radhë që s'të takojnë dhe mos mbaj pesha që nuk duhet t'i mbash. Bota e aeroporteve në vitin 2026 ka një manual sekret për të moshuarit, plot me rrugë të shkurtra, lehtësi dhe mbrojtje ligjore. Problemi është se linjat ajrore e kanë fshehur shumë mirë pas teknologjisë. Sot do ta hapim atë manual krejtësisht. Dhe ta them me siguri, rregulli I parë që do të dëgjosh sot do të kursej vite të tëra frustrimi të grumbulluar. Le ta nisim. Rregulli numër 9, fraza magjike që tër më ose tër lën tër harrosh në terminal. Kjo është, ndoshta, situata më e dhimbshme që shoh të përsëritet. Njerëzit arrijnë në aeroport dhe rrezikojnë të mbeten të bllokuar në një listë pritjeje virtuale për asistencë. Në vend të kësaj, rregulli I ri I artë është: telefono linjën ajrore 48 orë para fluturimit dhe thuaje fjalë për fjalë këtë kërkesë. Kërkoj asistencë të vazhdueshme lëvizshmërie nga check-ini deri te vendi në avion, pa transferime. Mbaje mend mirë, asistencë e vazhdueshme, pa transferime. Kjo frazë e saktë, në shumë vende, e detyron ligjërisht linjën ajrore të caktojë një shërbim që nuk mund të lëshojë në mes të rrugës. Praktikisht do të thotë që I njëjti person ose një ekip I koordinuar sigurohet që të kalosh kontrollin e sigurisë, të shkosh te porta dhe të ulesh në avion, pa mbetur vetëm në asnjë pikë ndërmjet. Është dallimi mes ndjesisë sikur je një bagazh I harruar dhe trajtimit me dinjitet që e meriton. Por kjo ndihmë s'të bën punë fare nëse bën gabimin e radhës te porta e imbarkimit. Rregulli numër 8, imbarkim prioritar për dhimbjen e padukshme. Ja një sekret që linjat ajrore e mbajnë me 7 qelsa, sepse po ta dinin të gjithë, do të ndryshonte logjistika. Ka një ide të gabuar që imbarkimi I hershëm është vetëm për karrocat me rrota. Nuk është e vërtetë. Nëse ti e ke të kufizuar qëndrueshmërinë në këmbë, mënyra e duhur nuk është të pyesësh me turp. Mënyra e duhur është të afrohesh te sporteli I portës dhe të thuash qartë: kam një kufizim lëvizshmërie që ma vështirëson të qëndroj në këmbë në radhë. Më duhet pak më shumë kohë për t'u sistemuar. Kërkoj të hyj me grupin e para imbarkimit. Kur e formulon si nevojë për kohë shtesë për shkak të një kufizimi fizik dhe jo si dëshirë për të hyrë I pari, ti aktivizon një protokoll shërbimi. Shumica e agjentëve janë të trajnuar t'ua japin këtë të moshuarve, sepse u shmang vonesat gjatë imbarkimit të përgjithshëm. Kjo të lejon të hysh I qetë, ta vendosësh bagazhin pa u grindur për hapësirë dhe të ulesh para se të fillojë ajo vrapëria e njerëzve. Të hysh I pari është super. Por prit sa të shohësh çfarë mund të bësh edhe me familjen. Rregulli numër 7, leja e shoqërimit për familjar që nuk udhëtojnë. Ky është një nga rregullat e mia të preferuara, sepse të jep një qetësi mendore të jashtëzakonshme. Imagjino sikur djali ose vajza jote mund të shoqërojë deri te porta e avionit, edhe pse nuk ka bilet. Kjo ekziston. Shpesh quhet leje shoqërimi Gator Pass o Escorter Pass. Si ta marrësh, shko te sporteli I check-init bashkë me familjarin. Paraqisni dokumentet e identifikimit. Pastaj shpjego qartë: jam person I moshuar dhe më duhet ndihmë për të arritur te porta. Kërkoj një leje shoqërimi që familjari im të më ndihmojë të kaloj sigurinë dhe të sistemohem. Nuk është e garantuar 100% në çdo aeroport, sepse varet nga niveli I sigurisë në atë moment. Por në shumë aeroporte në Shtetet e Bashkuara dhe në shumë vende të Amerikës Latine, kjo është praktikë e zakonshme, nëse e kërkon me mirësjellje dhe me kohë. Është ndryshim I madh në përvojë kur ke një dorë të afërt deri në momentin e fundit para imbarkimit. Rregulli numër 6, kurthi vdekatar I organizatorëve të pilulave në fluturime ndërkombëtare. Këtu shoh edhe udhëtarët më me përvojë të gabojnë dhe ky gabim mund t'u prish pushimet jashtë vendit. Organizatorët e pilulave janë praktik në shtëpi. Por kur kalon kufi për doganën dhe autoritetet, ato duken si tableta të paidentifikuara. Rregulli I rrept është: nëse udhëton ndërkombëtarisht, të gjitha ilaçet duhet të jenë në paketimin e tyre origjinal me etiketën zyrtare të farmacisë të dukshme. Po, paketimet origjinale zënë më shumë vend në bagazhin e dorës. Por kjo është mënyra e vetme për të garantuar që, kur kalon kufirin, askush të mos ta marrë shëndetin duke ta konfiskuar mjekimin. Mos e rreziko. Dhe me që jemi te kalimi I sigurisë me gjëra mjekësore, rregulli tjetër do të heqë një nga shqetësimet më të mëdha kur paketohen lëngjet.
Rregulli numër 5, deklarimi nevojë mjekësore për lëngje. Të gjithë e njohim rregullin famëkeq, asnjë enë mbi 100 ml. Por ky rregull ka një përjashtim të madh për ilaçet dhe lëngjet e domosdoshme për shëndetin. Mos i fshi. Nxirri dhe vendosi në një tabaka të veçantë. Pastaj thuaje me qetësi, por me vendosmëri. Këto janë lëngje mjekësisht të nevojshme dhe e tejkalojnë madhësinë standarde. Kur i deklaron vetë, ti e ndryshon menjëherë situatën. Agjenti e kupton që nuk po përpiqesh të kalosh kontrabandë. Mund të duhet të bëjnë një test shtesë ose ta kontrollojnë më gjallë. Por nëse është e ligjshme, do të lejojnë ta marrësh me vete. Kjo përfshin edhe qeset me gjel të ngrirë që duhen për ta mbajtur insulinën të ftohtë. Mos e sakrifiko kur shëndetin për një rregull sigurie që ka përjashtime të krijuara pikërisht për ty. Rregulli numër 4, frigoriferi i fshehtë i stewardëve. Vazhdojmë me ilaçet që janë të ndjeshme ndaj temperaturës, si insulina. Një frikë e vazhdueshme është, mos u ngrohen te kompartimenti sipër kokës. Ja truku, shumica e avionëve kanë ftoje te kuzhinat, gallej. Sa po të hipësh, fol me stewardin e parë, me shumë edukat. Më falni, udhëtoj me një medikament kritik që nuk duhet të ngrohet. A do të ishte e mundur, si nder i madh, ta mbani diku të freskët ose në frigoriferin e kuzhinës gjatë fluturimit? 9 herë nga 10, nëse e kërkon me mirësjellje dhe me buzëqeshje, do ta bëjnë me kënaqësi. Dhe kjo ta heq një peshë të madhe nga supet. Vetëm një gjë, vendos alarm në telefon ose në orë që të kujtohesh ta marrësh mbrapsht para uljes. Nuk do të doje t'i harroje ilaçet në avion. Tani përgatitu, sepse 3 rregullat e fundit janë ato që të kthejnë dinjitetin dhe komoditetin që mendoje se e kishe humbur kur fluturon. Rregulli numër 3, kontroll sigurie pa hequr këpucët. Dëhre dinjitet me implante. Momenti kur duhet t'i heqësh këpucët në kontroll është poshtërues dhe i rrezikshëm për shumë të moshuar. Të përkulësh, të humbësh ekuilibrin, të ndihesh nën presion nga njerëzit e rinj pas teje është e tmerrshme. Në vitin 2026, teknologjitë e skanimit janë përmirësuar dhe protokollet janë më të vetëdijshme për rrezikun e rrëzimit. Nëse je 75 vjeç e lartë, në shumë aeroporte në Shtetet e Bashkuara ka rregull zyrtar që të lejon të mbash këpucët veshur dhe të mbash edhe një xhaketë të lehtë. Por edhe nëse je më i ri, nëse ke probleme stabiliteti, mund ta kërkosh. Thuaj agentit: kam probleme me ekuilibrin dhe nuk mund t'i heq këpucët këtu në mënyrë të sigurt. Kërkoj kontroll alternativ. Shpesh do të lejojnë të kalosh me këpucët veshur dhe thjesht do t'i kontrollojnë me dorë shpejt, ose do të kalojnë në një skaner tjetër. Dhe nëse ke pacemaker, implant koklear ose një protezë të madhe metalike në hije, asnjëherë nuk duhet të ndihesh i detyruar të kalosh në detektorin standard të metaleve nëse nuk ndihesh rehat. Ke të drejtë absolute të thuash: kam një pajisje mjekësore të implantuar dhe kërkoj kontroll manual, pat down, në vend të skanerit. Gjithmonë mund të kërkosh që kontrolli të bëhet në privatësi, larg syve të pasagjerëve të tjerë. Është e drejta jote për privatësi dhe dinjitet. Rregulli numër 2, tarifat senior që ekzistojnë vetëm nëse pyet vetë. Jetojmë në epokën digjitale dhe e marrim si të mirëqenë që çmimi më i mirë është gjithmonë në faqe interneti ose në aplikacion. Gabim i madh kur bëhet fjalë për të moshuarit. Shumë linja ajrore tradicionale, jo aq shumë low cost, por sidomos kompanitë e mëdha kombëtare dhe ndërkombëtare, ende mbajnë në sistem tarifa speciale për moshat mbi 60 ose 65 vjeç. Truku është që këto tarifa pothuajse kur nuk shfaqen në motoret e kërkimit online. Pse? Sepse linjave ajrore nuk u intereson të shesin me zbritje nëse mund të shesin me çmim të plotë. Herën tjetër që do të blesh bilet, sidomos nëse është një linjë e shtrenjtë ose rrugë e gjatë, bëj diçka alla e vjetër. Telefono qendrën e shërbimit të linjës ajrore, ose nëse je në aeroport, shko te sporteli i shitjes. Pyet drejt për drejt: a keni ndonjë tarifë senior ose zbritje për moshat mbi 60 vjeç për këtë itinerar? Ndonjëherë zbritja është e vogël, ndoshta 5 ose 10%. Por herë të tjera këto tarifa vijnë me përfitime të fshehura, si një bagazh i regjistruar falas ose zgjedhje vendi pa pagesë. Dhe në total mund të vlejnë shumë më tepër se tarifa bazë që pe në internet. Dhe tani përgatitu, vjen rregulli i fundit. Është mënyra e vetme e sigurt për të siguruar që askush të mos ju ndajë në ajër.
Rregulli numër 1. Lidhja e rezervimeve për të shmangur ndarjen. E mbyllim me një rregull jetik nëse udhëton me bashkëshortin, bashkëshorten ose me një mik. Shpesh, të moshuarit blejnë biletat veçmas ose në kohë të ndryshme. Kjo krijon 2 kode rezervimi të ndryshme. Ditën e udhëtimit, nëse ka ndërim avioni, anulim ose thjesht gjatë caktimit të vendeve, sistemi nuk e di që ju duhet të jeni bashkë. Kam parë çifte të moshuarisht të ndahen në një fluturim 12 orësh, njëri në rreshtin 10, tjetri në rreshtin 40. Vetëm sepse sistemi i trajtoi si të huaj. Për ta shmangur, sapo t'i keni të 2 biletat, telefonon linjën ajrore. Thua ju. Unë dhe bashkëshorti im udhëtojmë bashkë, por kemi rezervime të ndara. Kodet tona janë ky dhe ky. Ju lutem, a mund t'i lidhni rezervimet tona në sistem? Kur e bëjnë këtë, agjentët vendosin një shënim të brendshëm që u tregon algoritmeve dhe stafit të portës se ju jeni një njësi. Kjo rrit shumë gjasat që të uleni bashkë. Dhe nëse ndodh ndonjë problem me fluturimin, rrit shumë gjasat që t'ju ripozicionojnë bashkë në opsionin e ri. Dhe ja ku arritëm në fund. Këto rregulla ekzistojnë, janë në fuqi në vitin 2026 dhe janë krijuar për të mbrojtur. Por siç e pe, sistemi i sotëm kërkon që ti të jesh proaktiv. Nuk mjafton më të shkosh dhe të shpresosh për më të mirën. Duhet t'i dish fjalët e sakta, kohët e sakta dhe të drejtat që i ke. Përdore këtë informacion. Merr kontrollin e udhëtimit tënd të ardhshëm dhe kërko, me edukat por me vendosmëri, trajtimin e denjë dhe komod që e meriton. Nëse ndonjë nga këto rregulla të habiti ose nëse ke trukun tënd për të udhëtuar më mirë si person i moshuar, shkruaje në komente që ta ndihmojmë këtë komunitet. Dhe nëse mendon se kjo informacion vlen, mendo të abonohesh që të mos i humbasësh këshillat e radhës. Udhëtim të mbar.